forma futbollistave me të thënë drejtën nuk është më e mira, sepse lojtarët kryesorë si Bajrami, Broja, Hysaj, ndoshta edhe Aslani kanë kalu një periudhë jo të mirë te klubet e tyre, perspektive, po të njëjtën kohë ajo që më vjen mirë në këtë grumullim është se është rikthyer Muçi edhe është rikthyer edhe Mehmeti, dy lojtarë cilë kanë pas një vazhdimsi shumë të mirë gjatë këtij sezonit me klubet e tyre, dy lojtarë të cilët në aspektin e lojës sulmuese janë lojtarë që kanë marrëdhënie të mira me golin. Ekipit kombëtar i mungon goli. Normalisht këto dy lojtarë kanë tregu te klubet ku losin se janë lojtarë që asistojnë mirë, kanë mundësi me shënu edhe gola dhe mi gjithën Polonini na duhet me shënu gol, sepse nesha fitohet duke shënu gol dhe golat i shënojnë ato që kanë marrëdhëniet më të mira. Pra këto dy lojtarë sjellin një energji shumë të mirë në ekip kombëtar edhe do të jetë edhe interesante me pas se si do të përshtaten këto me sistemin e Silvinjos edhe a do ta shfrytëzojnë shansin që do t'i japet.